E pra të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Liling, këtë herë për të komentuar një moment shumë emocional. Shpesh herë ja bëjmë pyetjen vetes, çfarë është gjëja më e bukur në jetë? Mundohemi që ta gjejmë, e kërkojmë, e analizojmë, e studiojmë dhe ndoshta dalim në konkluzion duke asociuar në gjëra që realisht edhe mund të mos jenë gjëra të bukura në jetë. Çfarë është fitoria e një nëne? Fitoria e një nëne u dëshmua sot se janë lotët e gëzimit të djalit të saj, buzëqeshja e djalit të saj, energjia e bukur që djali i saj transmeton edhe merr. Ju e dini shumë bukur që Luizi u bë pjesë e spektaklit Big Brother VIP Albania 5. Një hyrje që në fakt riktheu emocione, na riktheu në nostalgji dhe e jetuam, e shijuam dhe e lusnim Zotin që ta ndalon kohën, të mos të hecte koha, të mos të vinte e marta. Hyrja e Luizit nxori në pa shumë pika të veçanta të disa banorëve dhe do të specifikoja vetëm njërin prej tyre, Stenaldon, i cili nxori anën e tij më të bukur që në fakt nuk kishte patur fatin edhe mundësinë për ta treguar me ato banorë të cilët janë pjesë e asaj shtëpie. Sepse ato dëshironin me lojën e tyre, me negativitetin e tyre, me urrejtjen e tyre të tregojnë vetëm anën më të keqe të Stenaldos, për ta bërë atë të ndjetë më keq, për ta ofenduar atë, për ta denigruar atë, për ta poshtëruar atë. Por Luizeli vendosi që të nxjerrë anën më të bukur. Vendosi që të tregon sensin e humorit që Stenaldo kishte dhe të dy së bashku na kanë falë ditët më të bukura. E ftuar në fan club nëna e Stenaldos, një grua, do të them me plot gojë, goxha e sfiduar, sepse të ballafaqohesh me një ngjarje të tillë në jetë nuk është e lehtë, domethënë është një sfidë që ti e ke më vete. Ajo me lot në sy ju drejtua Kiarë si një nën e cila nëpërmjet gojës të saj donte nxjerr mjalt, duke e falenderuar Luizin për momentet e bukura që i ka dhuruar Stenaldos, për energjinë e bukur që i dhuroi Stenaldos dhe që e bëri të mundur që Stenaldo të kalon disa çaste të bukura në jetë, edhe pse jeta është munduar që t'ja bëj momentet e zymta. Ajo grua foli me shumë emocion, foli me shumë mall për Luizin dhe për ato momente të bukura dhe sinqerisht e pash edhe Kiara teksa u emocionua sepse nëna e tij qante nëna e Stenaldos, nga që shikonte lumturinë e të birit të saj, ndoshta një lumturi që nuk e ka besuar se do ta gjente në këtë ambient kaq të egër. Unë sinqerisht dua të them një diçka në fund të kësaj videos dhe dua të falenderoj edhe Luizin dhe Stenaldon dhe Big Brotherin që na dhuruan këto emocione. Mesazhi im është që le të duam më shumë njëri tjetrin dhe le të marrim më të mirë nga njëri tjetri, se nuk ka më bukur kur shohim një njeri që po buzëqesh nga shpirti.